Gara e armatimeve ka ekzistuar prej shekujsh, por pas luftës së dytë botërore, ajo mori një formë globale dhe sistematike, veçanërisht midis Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik gjatë luftës së ftohtë. Sot në rajonin e Ballkanit Perëndimor, lëvizjet e Serbisë dërgojnë paralajmërime serioze. Vendi, një partner i NATO-s dhe kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, ka bler raketa balistike supersonike nga Kina për forcën e saj ajrore, duke u bërë fuqia e parë në Europë që është e pajisur me raketa ajër-tok, sipas presidentit serb Aleksandar Vučić. Reagimet kanë qenë të shumta nga fqinjet që luftuan kundër Serbisë gjatë luftrave jugoslave në vitet 90. Kroacia, tani antare NATO-s dhe Bashkimit Evropian, e konsideroi blerjen e raketave kineze një kërcënim për stabilitetin rajonal, si dhe një shenjë të një gare në rritje të armatimeve në Ballkan, kurse Kosova akuzoi Serbinë për tendenca hegemoniste ndaj fqinjve të saj. Këto dy vende së bashku me Shqipërinë nënshkruan në mars të vitit 2025 një marrëveshje për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, të cilën Vučić e sheh si një kërcënim të drejtë për sigurinë e Serbisë. Nuk ka arsye tjetër për bashkëpunimin e tyre, vetëm Serbia, ka deklaruar Vučić. Për ekspertët ushtarak dhe të sigurisë, këto mesazhe dërgojnë sinjale frike dhe pasigurie në rajon, duke rritur perceptimet e kërcënimit dhe duke i shtyrë vendet fqinje të forcojnë aftësitë e tyre mbrojtëse. Kjo dinamik, thon ata, mund të shndrohet lehtësisht në një garë të re armatimesh, ku çdo veprim prodhon një kundërveprim dhe tensionet vetëm sa rriten edhe më shumë.